Për të 7 ditë radhazi, banorët e Velipojës vijojnë protestën e tyre, por këtë herë përpara ambienteve të prokurorisë së Shkodrës. Hajdutët, tokat tona nuk i dorëzojmë. Ata kanë dorëzuar një kërkesë zyrtare drejtuar këtij institucioni, ku kërkojnë një zgjidhje sa më të shpejtë ligjore lidhur me vërtetësinë e dokumentacionit që disponojnë për pronësinë e tokës në zonën e Rjollit, aty ku po ndërtohet një resort turistik. Sot erdhëm këtu për të protestuar, sepse u bën afër një vit që nuk po merret asnjë lloj mase, asnjë lloj zhvillimi, nuk dim se si është zhvillu ky kallëzim që ne kemi bërë dhe nuk se kuptoj pse nuk janë të interesuar që të vazhdojë procesi i hetimeve. Sipas banorëve, dokumentet që ata zotërojnë vërtetojnë pronësinë e ligjshme të tokës, ndaj kërkojnë nga organet e drejtësisë që çështja të trajtohet me prioritet. Ata i bëjnë thirrje drejtësisë të japë një përgjigje sa më parë dhe të mos lejojë që konflikti të mbetet pezull, pasi kjo situatë sipas tyre po rrit pasigurinë dhe tensionet në zonë. Në radhë parë të bëhet ekspertiza tekniko-ligjore e të dy dokumenteve të pronësisë, timit dhe të atij. Dhe cili nga këta të jetë i falsifikuar duhet përgjigjet para ligjit. Pra, dëgjesa publike bëhet me emër, mbi emër, me dhe adresën se ku banon. Ne i kemi kërkuar prokurorisë dhe po ja kërkojmë tani. Të lutem, ne kërkojmë vetëm e vetëm drejtësi. Drejtësia është cili ka letrat falso. Këto prona janë me tapi, janë të rregullta, nuk ka falsifikime asnjë lloj kategorie. Në qoftë se na i kena pronat e falsifikume. Ky pse s'vjen me në ballafaqu me ne, me thonë orë burra që ku i kam letrat, në këtë vitëm ka le baba zyshi këto. Në protest morën pjesë edhe emigrant nga Gjermania dhe Anglia, të cilët janë kthyer posaçërisht për të mbështetur banorët e Rjollit, duke kërkuar që çështja e pronësisë të marrë një zgjidhje përfundimtare. Është e pa drejtë kjo që bëhet, axhat e mi, baba jam, gjyshi jem janë gjallë, do në drejtësi, ju lutem shumë, keni ardhur prej Anglisë. Kam kërë saj ke vajzë, kur kam që baba jem atje të pa tokat tona, edhe sot nuk në lanë me ullat e poshtë. Do na drejtësi, është e drejta jonë. Protesta ka vijuar edhe përpara godinës së Bashkisë së Shkodrës, ku banorët kërkojnë një reagim zyrtar lidhur me lejen e ndërtimit të dhënë. Ata paralajmërojnë se do të vijojnë protestat deri në marrjen e një përgjigje konkrete nga prokuroria dhe institucionet përkatëse.